Gjykimi Granit Paçarizit të akuzuarit për vrasjen e tentativ e rifilloi për herë të tretë për shkak të ndërrimit të trupit gjykues. Në seancën e kaluar të këtij gjykimi, kryetari i trupit gjykues, Gjeladin Osmani, njoftoi të rrjeqin nga ky gjykim, për arsye se i akuzuari Paçarizi ka filluar të hetohet për kanosje ndaj gjyqtarit Osmani. Paçarizit edhe sot i u lexua akt akuza ndërsa ai u deklarua i pafajshëm për vrasjen në tentativë. Deklaratave të mëparshme të dhëna gjatë procesit gjyqësor u qëndruan besnik të dëmtuarit Egzan Krasniqi dhe Hamed Alemdar. Të njëjtën gjë e bën edhe dëshmitarët Hajredin Gushi, Ideal Paçarizi, Amir Kryezio, si dhe eksperti mjekoligjor Dr. Flamur Dulako. Në seancën e sotme, avokati Pjetër Përgjoka dhe vetë i akuzuari kërkuan ekspertizë të re për lëndimet që Granit Paçarizi i mori gjatë përleshjes me të dëmtuarit. Por kërkesa për ekspertizë të re u refuzua nga gjykata. Trupi gjykues e refuzoi këtë propozim me pretekst se lidhur me këtë çështje është bë edhe një procedurë paraprakë në të cilën është vlerësuar karakteri i lëndimeve trupore të Granit Paçarizit si i dëmtuar në atë çështje penale të mëparshme, cila ka përfunduar. Çfarë mbetet veproni jote? Jona është që trupin gjykues ta bindim edhe më tutje se është e nevojshme që të vërtetohet karakteri i lëndimeve trupore për me pas mundësi që në të ardhmen të bëjmë edhe propozime tjera që shkojnë në favor të mbrojtjes së të akuzuarit. Në gjykat munguan Dardan Çollaku e Ramadan Tredhako, ndërsa gjykata vendosi të kërkojnë nga policia adresat e tyre. Seanca pastaj u ndërprer ndërsa u vendos që të vazhdojë me 16 mars 2017.